Është ndërprer hetimi për 11 zyrtar policor dhe shefa të cilët ishin të dyshuar për zjarrin në kabarin Puls në Koçan, për veprën penale shkaktimi rrezikut të përgjithshëm me pasoja vdekje prurëse. Vendimi nga prokuroria është marrë pasi u vlerësua se këta persona nuk mund të mbahen përgjegjës për veprën penale shkaktimi rrezikut të përgjithshëm, pasi kompetencat e tyre ligjore nuk kanë përfshirë kontrollin e masave kundër zjarrit, por kanë qenë të kufizuara në verifikimin e sigurisë në komunikacion dhe në sigurimin e një numri të mjaftueshëm të vend parkimeve për objektin. Në urdhër po ashtu thuhet se në përputhje me ligjin për veprimtari hotelierike, ata kanë qenë të detyruar të kryen kontrolle ekskluzivisht në aspektin e mbrojtjes së rendit dhe qetësisë publike dhe sigurisë së komunikacionit. Pala mbrojtëse e disa të akuzuarve të tjerë tërheqin vëmendjen se disa duhet të lirohen. Avokati Sinisha Stanković, i cili mbron njërin nga kryetarët të mëparshëm të Koçanit, shpreh kritika për akuzat ndaj të gjithë ish-funksionarëve dhe në punësve shtetëror, të cilët nuk kanë pasur asnjë ndikim direkt në ngjarjen e 16 marsit të vitit të kaluar, kur edhe ndodhi tragjedia. Odbrana se ušte не е во прилика да ги изнесе своите докази со кои ќе се утврди невиност, како на градоначалникот кој ние го браниме, така и останатите лица кои порано работеле во Министерство за економија во 2012 или 2013 година или не знам, некои други државни службеници. Они изнесоа во своји воведни говори своји докази и од истите можеме да заклучиме дека без причина и против нив се водат овие постапки. Avokati me përvojë shumë vjeçare thot se çdo i pandehur ka të drejtë të mbrohet dhe mos të ndodhë vetgjyqësia, derisa organet kompetente të vërtetojnë fajësinë apo pafajësinë. Ai thot se palët janë vënë para një presioni që duhet ndaluar derisa të dëgjohen argumentet e të gjithëve. Па со нас на тој начин се подсмева, а колку што јас забележав во средствата за јавно информирање едно известување од Адвокатска комора на Република Македонија, во која на еден коректен начин се објаснува нашата улога во постапката, да им пружиме помош на тие лица кои ги застапуваме, кои ги браниме, тоа е нивно право, како право на секој граѓанин, ниту или еден мал дел на средства за јавно информирање го пренесува. Со ова треба да се престане, треба да се дозволи постапката да продолжи нормално, за да може на крај судот да донесе законите пресуда. Hetimi lidhur me Puls po zhvillohet edhe ndaj 12 zyrtarëve të tjerë policor dhe shefave. Gjyqi që ka nisur është për të njëjtën vepër penale, vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme ndaj 35 të akuzuarve, çka ka shkaktuar edhe reagime publike për faktin se janë akuzuar ish-funksionarë të cilët po ashtu nuk kanë pasur kompetenca për kontrollin kundër zjarrit. Në zjarrin që ka ndodhur me 16 mars të vitit të kaluar, kanë humbur jetën 63 persona, ndërsa mbi 200 të tjerë u plagosën rënd.